Gjimnazet janë pjesa më e mbetur mbrapa e sistemit arsimor në Kosovë. Ishte dashur këto gjimnazet me marrë modelin e shkollave profesionale se si duhet mu modernizu. Arsimi kosovar ka fillu, tash arsyet janë të ndryshme, por me gjithatë unë shoh që arsimi kosovar ka fillu një rrugë të mbarë dhe mendoj se do të vëdësohemi për këtë gjithnjë më shumë, do ta shohim se kemi një arsim të lartë të mirë. E dyta, diçka që ne nuk është, unë e quajt përhiturat e sistemit arsimor, do me thonë nuk i sheh kurkush se i fshehin, është arsimi profesional. Arsimi profesional në Kosovë është më i mirë se që e dim ne. Është më i mirë, por nuk e çmojmë, nuk e përkrahim sa duhet. Ka raste të suksesi, qendrat e kompetencës, shkolla, kam vizitu një shkollë shumë të mirë në Suharek, shkollat të tjera kam vizitu profesionale, ne nuk i kushtojmë rëndësi një kapaciteti shumë të madh. Ky kapacitet është bërë i tillë sepse ka pas më shumë investim të donatorëve në shkollat profesionale sepse ata e dinë vlerën. Ta shkove të fundit ka filluar edhe sistemi dual, licencimi, profileve të tjera. Unë mendoj që është një diçka që nuk e shohim, ish dashme pa, ish dashme i shty. Se na jemi përqendruar vetë gjimnazet i shohim shkollat mesme. Realisht unë mendoj se gjimnazet janë pjesa më e mbetur mbrapa e sistemit arsimor në Kosovë. Ish dashur këto gjimnazet me marrë modelin e shkollave profesionale se si duhet mu modernizu. Këto nivele tjera kanë vend numëru, mësuesit ende mbajnë frontin, mësuesit, shkolla fillore, 1-5, mendoj se ende mbajnë frontin, 6-9 që është në rënje vazhdimisht për mendimin tim gjithnjë, edukimi parashkollor ose edukimi në fëmijërinë hershme për fat të keq nuk e ka vëmendjen e duhur të shoqërisë, ka pas zhvillime pozitive të shkove të fundit, Ministria ka dhënë 1000 vaucher prindve me gjendje të rënduar sociale, u ka dhënë 1000 vetave, ju ka dhënë disa mjete, 100 euro, më duket që ata të shkojnë të çojnë fëmijët me regjistru dikon në edukim parashkollor. Shumë zgjidhje e mirë, ish dashur me rrit. Është zgjidhje një prej veprimeve më të mira të kësaj qeverie. Po këtu ka nevojë për shumë më shumë. Pse? Se edukimi në fëmijërinë e hershme është baza, krejt të tjerat janë kot pa edukimin e duhur atje. E ne e kemi lënë shumë as dora atë pjesë. S'po du mi marrë kohën, ndoshta ndonjëherë tjetër mund të shkojmë më hollësisht, po edukimin në fëmijërinë e hershme, gjimnazet, klasa 6-9 duhet të trajtohen më mirë në Kosovë. Cilat janë ndryshimet më të dukshme që janë bërë në arsim gjatë viteve të fundit, të cilat janë të vërejtër apo shihen? Ndryshimet më të mëdha janë bërë në kurrikul, po ato janë bërë pak më keq. Nuk janë bërë bashkë ç'është duhet. Unë jam pjesë e gabimeve, ne jemi pjesë e gabimeve. Pak kemi mësu prej tyre. O dashta ndryshime që deri në fund me bën edhe agjencinë për kurrikula që është në ligj, nuk është çu deri në fund procesi i reformimit, edhe nuk është çu ç'është duhet ç'është i përshtatet Kosovës. Ajo ty është bën një ndryshim. Ndryshime tjera kualitative dhe pozitive i shoh në fushën e arsimit profesional, që e thash më herët, ajo mendoj se ka ndryshime shumë të mira, veç na nuk i shohim, na nuk dojmë me i pa. Të mirën nuk e rrisim, ata njerëz janë të punu shumë, sakrifikohen shumë, por nuk e kanë përkrahjen që e meritojnë.